Nella giornata di oggi presentiamo il progetto dei centri regionali che ha una parte tecnica e una parte organizzativa. La parte tecnica è la costruzione, lo sviluppo per il raggiungimento dell'obiettivo principale della federazione, che è quello di costruire e di migliorare la qualità media del calciatore, del paese, e poi la parte organizzativa, rivediamo come viene sviluppato e come bisogna completare il Comet. Il nostro percorso, il centro regionale, è un momento molto importante perché l'Under 13, l'Under 14 e l'Under 15 saranno la base della nazionale Under 15 della stagione 2024. Quindi per noi è molto importante che in questo centro regionale vengano radunati i giocatori più bravi, i talenti migliori, perché da lì poi nasceranno le rappresentative Under 13 e Under 14 che saranno la base delle nostre nazionali. Quindi è un progetto dove i nostri allenatori, Busci, Bulcu, Beavi e Damo in prima persona partecipano, tutti coordinati da Mister Mema, perché è lì che nasceranno i nuovi talenti. Atëherë është një program shumë pozitiv që ka ndërtuar Federata Shqiptare e Futbollit bashkë me stafin dhe me drejtorin teknik. Shoh që ka një angazhim total për sa i përket rritjes së cilësisë të këtyre diellave për të bërë në të ardhmen një pjesë cilësore e ekipeve tona kombëtare. Domethënë ka një zhvillim shumë pozitiv në rritjen e punës të stafit teknik dhe drejtorisë teknike në përgjithësi. Shpresojmë që ky projekt do na ndihmojë për të ardhmen për të zbuluar talentet e reja dhe për të drejtuar ato ke hapi final që janë ekipet e para kombëtare. Shoqata e Durrësit është duke punuar, ka kohë që punon pozitivisht me këto projekte dhe ka një grup relativisht të talentuar lojtarë që shpresojmë që në të ardhmen do të shohim pjesë e ekipeve tona kombëtare.